Balla Balluku, bashk në SPAK. Sot, gazetari Sokol Balla u paraqit në SPAK në kuadër të hetimeve që lidhen me ish bashkëshorten e tij, Belinda Balluku. Por përtej lajmit procedural, ka një dimension tjetër, simbolikën politike dhe mediatike të këtij momenti. Ka një ironi të heshtur në këtë histori. Për vite me radhë, Sokol Balla ishte një nga figurat e medias televizive. Belinda Balluku, një nga figurat më të forta të qeverisë. Media dhe pushteti, dy pole që shpesh përplasen, por në Shqipëri shpesh edhe ndërthuren. Sot, ata përmenden në të njëjtën fjali, jo për suksese, por për SPAK. Çfarë nënkupton kjo politikisht? Edhe nëse Balla është thirrur vetëm si person me dijeni, mesazhi publik është i fortë. SPAK po prek zonën ku politika dhe media takohen, dhe kjo ka tre pasoja të mundshme. Rrit presionin publik ndaj Ballukut, krijon tension brenda mazhorancës, dërgon sinjal se hetimi po thellohet, sepse nëse një hetim zgjeron rrethin e pyetjeve, zakonisht do të thotë që prokuroria po kërkon të kuptojë më shumë se sa një vendim administrativ. Dimensioni i balancave brenda pushtetit. Belinda Balluku nuk është një ministre periferike. Ajo ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të kabinetit. Çdo lëvizje hetimore ndaj saj prek balancat, brenda qeverisë, brenda Partisë Socialiste, brenda sistemit të energjisë dhe infrastrukturës. Nëse hetimi thellohet, kjo nuk është vetëm çështje personale, është çështje pushteti. Pyetja reale nuk është pse u thirr Sokol Balla. Pyetja reale është apo kalon SPAK nga hetimi individual në një verifikim më të gjerë të rrjeteve të ndikimit. Sepse në Shqipëri, marrëdhënia mes medias dhe politikës ka qenë historikisht e ndërlikuar. Kur drejtësia hyn në atë territor, krijon tronditje. Narrativa publike. Në rrjet po krijohet një narrativ. Punuan bashk, tani po shkojnë bashk në SPAK. Kjo është më shumë metaforë se sa fakt juridik, por në politik, perceptimi ka peshë, dhe perceptimi sot është se dosja Balluku nuk është e vogël. Ky nuk është thjesht një lajm kronike, është një moment që tregon diçka më të thellë. Kur politika, media dhe drejtësia takohen në të njëjtën adresë, SPAK-u, atëherë Shqipëria hyn në një fazë tjetër. A është kjo drejtësia që po funksionon? A është ky një rikonfigurim i balancave të pushtetit, apo thjesht një fazë hetimi që do të shuhet? Kjo mbetet për tu parë, por Balluku Balla do të jenë lakmusi i kësaj historie.